Matilda Makoçi ka qenë një nga aktoret më të bukura shqiptare, por ajo ishte një yll që shkëlqeu shumë pak. Jeta e saj mori një rrjedhë as pak normale pas ndarjes nga Edi Rama. Si nënë e vetme, ajo ju përkushtua plotësisht rritjes së djalit, duke ndërprerë të gjitha marrëdhëniet që kishte me kinematografinë dhe skenën. Edhe pse Matilda njihet si një aktore mjaft e talentuar, pak ose as pak dihet se kush ishin prindrit e saj. Matilda ishte vajzë e 2 prindërve intelektual. Babai ishte profesor i respektuar në universitet, me një karrierë të gjatë akademike, ndërsa mamaja ka qenë spikere në radio televizionin shqiptar të atyre viteve. Duhet thënë se Matilda nuk katapultoi në ekran sepse ishte vajza e 2 prindërve intelektual, por për faktin se ajo ishte e talentuar. Pas divorcit me Ramën, mbështetja e saj më e madhe ishin prindrit. Burime pranë aktores thonë se së fundmi Matilda ka mbetur e vetme, pasi 2 prindit e saj i janë larguar nga jeta. Kjo ka lënë një boshllëk akoma më të thellë në jetën e aktores. Mësohet se pasi prindrit e saj kanë ndërruar jetë, ajo ka vendosur për të jetuar në shtëpinë e tyre. Shtëpia e prindërve të Matildës është një shtëpi modeste e kohës së Enverit. Në heshtjen e asaj shtëpie modeste, kujtimet e Matilda Makoçit vazhdojnë të jenë si një dritë e butë që nuk shuhet kurrë. Ajo mbetet një shpirt i fortë dhe i ndjeshëm, një yll që edhe pse u fsheh herët nga skena, vazhdon të ndriçojë në heshtje zemrat e atyre që e kujtojnë.